Ekonomia shqiptare u zgjerua me 3.39% në 3 mujorin e parë të vitit 2025, duke shënuar një rritje në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2024. Instituti i Statistikave në raportin për produktin e brendshëm bruto bën të ditur se efekti më i lartë erdhi nga administrata publike, si pasojë e rritjes së pagave, ndërkohë që pozitivisht në rritjen ekonomike në periudhën janar-mars 2025, ka dhënë edhe aktiviteti pasurive të paluajtshme me 0.43%. Ndërtimi që ka qenë motori kryesor në ekonominë e vendit vitet e fundit, kishte një kontribut modest me 0.16%, e ndjekur nga argëtimi dhe aktivitetet shërbimi me 0.10%, ndërsa sektorët prodhues në vend vijuan rënjen. Më i thelluar ky raport vëret tek industria me 0.66%. Aktiviteti industri, energji dhe ujë prej 6 mujorëve është në territor negativ. E njëjta tendencë është edhe për bujqësinë që kontribuoi negativisht me 0.46%. Sipas Ministrisë së Financave, rritja ekonomike për periudhën afatmesme 2025-2027 parashikohet 3.9%.